Dhjetra denoncime publike vazhdojnë të bëhen për tenderët abuziv në kosto, fonde limit, kontrata dhe financime fiktive, që shpall dhe zhvillon drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara, Arlinda Pogaj, por nuk ka asnjë veprim nga SPAK, struktura e timit të korrupsionit dhe vjedhjeve që bëjnë zyrtarët. Ky mosveprimi i drejtësisë i ka dhënë guxim dhe i ka krijuar siguri e qetësi lindës së tenderëve për të vazhduar firmosjen e pazareve me fondet publike, madje duke firmosur tender të sajuar që janë dukshëm me përmbajtje propagandistike në shërbim të qeverisë. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 4 maj 2026, drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara ka shpallur tenderin me objekt blerje e dekorata, urdhra e medalje, me vlerë fondi limit 175 milion lek të vjetra, me të vsh. Këto dekorata, urdhra e medalje do të blihen për llogari të Këshillit të Ministrave, në zbatim të ligjit të ndryshuar nga kryeministri Edi Rama, që i ka hequr si të drejtë presidentit të Republikës dhe ja ka dhënë vetes së tij. Tenderi do të zhvillohet më datën 14 maj 2026, ndërsa afati i zbatimit të kontratës, pra prodhimi dhe dorëzimi i dekoratave e medaljeve, duhet bëhet brenda datës 15 dhjetor 2026, siç duket që kryeministri Edi Rama t'i ketë gati për t'i shpërndar gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale 2027.